Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio kam ftuar një zonjë të nderuar me cilësi do t'i quash të veçanta për nga ana e veprimtarisë së saj. Është një sipërmarrëse që ka aktivitetet e saj që më bën përshtypje për ecurin, po gjithsesi do ta zbulojmë gjatë bisedës. Jam në këtë studio me zonjën Zyli Dibra Sala. Mirëmëngjes Zyli, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjes ju, faleminderit për ftesën. Të kam marrë nga mëngjesi yt I vrrullshëm base, sepse duke parë aktivitetet që ju keni, ta shkëputësh për qoftë edhe për disa kohë të shkurtra, nuk është lehtë, apo jo, sepse mëngjesi është intensiv tek ti. Është e vërtetë. Mëngjesi faktikisht nuk është ndoshta diçka precize, por për mua fillon shumë herët. Unë filloj që në 6 mjesit mëngjesin e punës teme. Kam një aktivitet shumë të ngjeshur gjatë ditës. Puna jeme pra, si u thash, fillon herët, edhe është në vazhdimsi me ditën. Gjatë ditës ose edhe në mëngjes mund dalin edhe të papritura, por që mund të dojnë kohën e tyre për pak minuta, për pak orë, varet nga koha që duhet për zgjidhjen e problemeve. Një grua që ka shumë detyra, ndoshta edhe detyrime natyrisht, sepse lidhen këto, do të fokusohet dikush tjetër, tërheq në vëmendje. Janë shumë ndjesi që e shoqërojnë mëngjesin. Në fakt jeni tip entuziast apo një tip shumë I vendosur, serioz, që nuk lejoni të devijoni nga ato rregullat e vendosura më herët? Për natyrë jam tip I vendosur edhe entuziaste. Në punën teme më njeh pasioni, pse se unë e bëj çdo punë, e bëj me dashuri dhe me pasion, sidomos profesionin tem, fushën ku punoj edhe drejtoj. Dhe dita jeme është, si më thanë, rrethu me gjithë ditën me punë, edhe shumë e kënaqshme. Ndoshta me shumë lodhje, po e kënaqshme. Zyli, është guxim të ndërmarrësh një aktivitet tëndin, të krijosh një mini ndërmarrje ose një repart. Në fakt, kjo është më herët në formimin tuaj, apo gjatë viteve ju keni kaluar eksperjenca dhe keni ardhur gradualisht te kjo sipërmarrje që ju keni? Jo, unë I kisha këto cilësi. Prandaj arrita në këtë moshë të bëj një sipërmarrje teme private. Gjithashtu, unë kam drejtu me vite, drejtore prodhimit, drejtuese prodhimit, në azienda me 150 punëtor, edhe sot vazhdoj drejtimin, drejtoj një grup punojësish me të vërtet ndoshta më pak në numër, po që bëjnë një punë shumë të bukur, shumë të këndshme. Pra kam trajnu me punën teme shumë gra, shumë vajza, shumë treja, shumë të ri, në profesionin, në fushën ku punoj. Në fakt, ju më herët ju ka ndjekur një shkollim për të realizuar më pas hapat e të tjera? Po, unë përfundova studimet në Euromod School, u diplomova stilim modelim, punën e kam pas pasion gjithë jetën, kam punu në stilimet, modelimet, prerjen, qepjen, ishin diçka që unë I punoja me kënaqësi, organizimin e punës, drejtimin, modelet e reja, gjithmonë kampionaret, gjithmonë punën e re, ishin pasioni jem. Do me thënë, të kërkosha gjithmonë të bëja një model të ri, një punë të re, në vazhdimsi. Kjo ishte një cilësi që unë e kisha me vite. Që kur ke qenë vogël, ke ndruar që të formëzosh modele? Gjithmonë ëndër, kisha një atelier temen private, që unë sot e kam, të bëja një shkollë modet, pse jo, për të rritë dhe të reja, që dega e stilimit,
të njifit edhe për Shkodrën. Në fakt, ke patur nga familjarët tuaj dikë që të ka tërhequr rreth kësaj fushë, dikush rroba qepse rreth Jo, të afërt ndoshta jo, po kënaqësia për veshjet ishte, domethënë, një sy që e kisha nga gjithë familjarët. Nga gjithë familja ime dhe mbështetja më e madhe janë gjithmonë familjarët, shoqëria, miket, vajzat e mia dhe mund të them që i kanë qenë shtys në punën time. Po mirë, të ndërmarrësh një hap të tillë, të krijosh aktivitetin tënd, qoftë edhe si partnere, duhet që të njihesh me disa rregulla të ekonomisë së tregut, me llogaritjet e çdo mase, do të thosha, qoftë tek punësimi, qoftë tek llogaritë kostove etj. Si arritet t'ia dalësh kësaj ane? Po, me punën dhe me informacionet e shumta që sot merr, arri, domethënë, në qoftë se unë mundohem në profesionin tim të arri përpara të kem të ri dhe të reja që t'i fus në fushën e modës, kjo për mu është një arritje, edhe llogaritë e shumta që bëhen për shembull në çdo punë, në çdo profesion, njeriu bën llogaritë veta se ku do dalin në përfundim të një dite pune, të një jave pune, të një muaji, të një viti, edhe mendoj se me vazhdimsinë e punës dhe me atë natyrën time të vendosur për të ecur përpara, ja kam arritur, mund të them, aty ku unë jam e kënaqur. Në fakt, gjithmonë përfitimet shihen jo vetëm në aspektin financiar. Është diçka më shumë që kënaq shpirtin, motivon qenien. Pasioni i punës për... Po, ndërkohë që ju drejtoni një... Po e marrim tek puna juaj e përditshme e parë. Drejtoni një repart grash. Që janë rroba qepse në ecurinë e punës së përditshme. Si ndjeheni duke komunikuar me gratë? Çfarë ju shtyn të ofroni? Unë kam 30 vite që punoj sidomos me gra. Në profesionin tem, thash, kam drejtu azienda me deri në 150 gra, vajza nga më të ndryshmet. Vazhdoj sot kam një ambient dhe një grup punojësish që punoj 25 punëtore. Mund të them që është një kënaqësi e veçantë kur shikoj rezultatet e tyre. Mund të kemi marrë gra që ndoshta kanë filluar nga zeroja, as makinën qepse nuk e kanë njohur, dhe sot mund të them janë profesioniste, edhe mund të them edhe ato kanë një kënaqësi të veçantë, po edhe unë një kënaqësi të madhe kur shikoj arritjet e tyre, si tu pa arritjet e tyre, shikoj edhe arritjen e punës time. Natyrisht. Në fakt, kjo është një marrëdhënie jo vetëm profesionale, do ta quaja, por edhe një marrëdhënie shoqërore, ose edhe më afër, edhe shpirtërore në raste të veçanta kur dikush ju ofrohet, ju tregon diçka që ka nevojë për mbështetje. Keni pasur raste të tilla dhe si jeni ndjer? Mund të them që marrëdhënia jam me punojësit e mia, me kolegët, me vajzat e shkollës, me të gjithë, është një marrëdhënie e mrekullueshme. Unë për natyrë jam natyrë që rri shumë afër me punojësit e mia, për mua janë shoqet edhe miket e mia. Unë me të vërtetë jam një administratore dhe drejtoj punën, po për mua janë të gjitha mike, shoqe, vajza, motra, edhe njihem shumë mirë. Përndryshe nuk do të ishte një komunikim dhe një mbarvajtje e punës. Ne kena kënaqësi, mund të bëjmë orë jashtë orarit, orë të zgjatura, kemi punë, s'kemi punë, mund të jenë modele të reja, vazhdojmë punën me një kënaqësi të veçantë. Pse sa atë punë e bëjmë me dashuri, e pëlqejmë pra. Në një punë po nuk pate pasion, nuk ecë përpara. Por ju si jeni ndalur përveç repartit tuaj të rroba qepsis, keni edhe një shkollë, siç ju e përmendët më herët, Euro School, po. Mund të më flisni diçka për të, si lindi ideja për ta promovuar një aktivitet të tillë? Është e vërtetë që për herë të parë në Shkodër në nëntor u hap Euro School, Dega Shkodër. Mund të them që ishte një anë e rejemja, që unë domethënë, ndoshta me shumë përpjekje, me shumë mundim, pra me shumë guxim, arrita me
e realizuar dhe për në Shkodër, jam plotësisht edhe masi jam në emision, mund t'i bëj ftesë të gjithë të rive dhe të rejave që janë të apasionum në fushën e modës, mund të bëjnë pjesë e Euromod School, pse se do të njihen persona të kompletuar, ashtu si që unë realizova një anër, edhe një ri ose një rej, mas nesër mund t'jetë një stilist i arshëm në fushën e modës, edhe për qytetin tonë. Pse se në Shkodër nuk ishte një shkollë modet për stilista dhe modelista. Si po funksionon? Mund të jena në hapat e para të shkollës, mund të mirë, ndoshta jo shumë mirë, pse se ndoshta akoma nuk është ai informacioni i duhur, edhe nuk është kuptu hala ndoshta se qa është Euromod School, edhe mund të them që është një akademi e modës së lartë, është një shkollë profesionale mjaft e mirë, që në të ardhmen, çdo njeri që ka pasion stilimin mund të realizojnë ëndrrën e vet. Çfarë specialistësh keni ofruar tek ky aktiviteti juaj? Unë për vete kam vajzat e shkollës që po punojnë stilim modelim, kam persona që merren me vizatimin, edhe prerje, qepje, punimet e ndryshme, unë i drejtoj vetë, pse se krijoj modelet, punoj me vajzat në atelien tëme, aty ku ato bajnë edhe praktiken e përditshme, edhe mund të them që si hapat e parë, mendoj se jena mjaft mirë. Do të kisha dashur të di diçka më shumë, sepse natyrisht sidomos të rinj, por jo vetëm, edhe moshat kanë interes për të ndjekur tendencat, për të ndjekur natyrisht modën, sensin artistik të një paraqitje. Sa të interesuar do thosha dhe çfarë ju keni paraqitur, ndonjë aktivitet, ekspozit, sfilat? E mendojmë për në të ardhmen. Kjo është një pjesë që mendojmë që do të ketë një sfilat nga shkolla jonë. Shpresojmë që t'jena të mirë pritur, me modelet të ndryshme, edhe nga ateljeja, të mijat personale, po edhe të vajzave që i vazhdojnë mësimin të Euromod School. Një vajzë që merr pjesë mund të jetë edhe djalë, apo nuk keni? Po, kemi edhe një djalë, po ai është ndoshta me i kohë të pjesshme, po edhe vajza edhe djem që kanë pasion stilimin, modelimin, modelet e ndryshme, prerjen, qepjen, pse se një stilist i mirë duhet jetë një rrobaçepsi i mirë. Absolutisht, ndërkohë që sa zgjat kjo kurset profesionale janë, domethënë 2 vjeçare, 3 vjeçare në varësi të asaj ku nxënësit pëlqejnë, ku ndihen mirë, aty. Dhe më pas përfundojnë me një diplom? Diplomat janë çdo vit, dhe pastaj është diploma 3 vjeçare që merret për stilim dhe modelim. Edhe që njihet? Që njihet në gjithë Europën, është një diplomë italiane, që njihet në gjithë Europën dhe që njihet nga Ministria e Punës së Shqipërisë. Shumë interesante, por për të ardhur këtu, ju keni një aktivitet tuajin me modelimet, me veshjet që keni aplikuar në aktivitetet të ndryshme artistike, siç janë festivalet për fëmijë. Mund të na thoni diçka për to? Po, unë prej vitesh punoj veshjet e festivalit të fëmijëve. Edhe domethënë është shumë e kënaqshme, shumë punë e bukur, të merresh me fëmijët është një kënaqësi e veçantë. Edhe kam marrë pjesë në shumë sfilata, në Kosovë, në Tiranë, në sfilata modet, me veshjet e mia. Edhe mund të them që është një kënaqësi. Edhe këtë më pëlqej që ta kem edhe për Shkodrën teme. Pse ja? Keni ndonjë mbresë të veçantë nga vlerësimet që janë bërë? Po, për veshjet për shembull që kam marrë në Kosovë, jam një shumë e kënaqur pse se fustani që stilova unë e veshi Miss Kosova para 3 viteve. Edhe domethënë unë njeva shumë e kënaqur. Kjo është diçka e bukur në ecurin tuaj. Prandaj, domethënë e them që gjithmonë në një punë po patë pasion. Ndërkohë ju nuk e lëni pas dore atelien tuaj. Asnjëherë.
asnjëherë. Është ëndra ime, është domethënë puna që unë e bëj me shumë kënaqësi. Punoj si më thanë ditën edhe natën për atë punë. Zyli, më bën përshtypje aktiviteti juaj i përditshëm, Ka shumë i ngjeshur. ky motor që ndes të gjitha aksesorët e tij për të drejtuar, për të punuar vetë, për të vështruar për çdo gjë që lidhet me kënd vështrim në horizontin e ditës. Ndërkohë do të më bëja edhe mjaft pyetje rreth kësaj ecurie që ju keni pasur, por ju keni edhe një jetë aktive sociale me shoqata të ndryshme, me pjesëmarrje. Çfarë ju jep kjo marrëdhënie? Është e vërtet, unë jam pjesë prej 12 viteve e shoqatës së grave sipërmarrëse, grave që janë në biznes, edhe është një kënaqësi, marrja pjesë në shumë aktivitete. Ne me shoqatën lëvizim edhe jashtë vendit, në shumë aktivitete kemi marrë pjesë, edhe mund të them është një kënaqësi, është një informacion që merr nga aktivitetet e ndryshme, bëhen aktivitete në çdo kohë, edhe vazhdojmë me aktivitetet edhe ndihem shumë e kompletuar pse se më ndihmojnë në punën time të përditshme, se çdo informacion që mund të marrësh është një ndihmës në punë dhe në jetë. Unë kam shumë interes të di rreth kësaj, sepse jemi mësuar si përmarrës më shumë burra, por të jesh grua natyrisht duhet të kesh 2 fish më shumë guxim, apo ja? Është e vërtet. Ndërkohë që Po është natyra jame që unë kam guxim me ecë përpara. Ndërkohë që një mbështetje besoj duhet të jetë rrethi juaj, familja, bashorti, fëmijët, nuk e di si e keni të organizuar këtë marrëdhënie në mënyrë që e gjitha kjo të çojë ujin tek pasionet dhe aktiviteti juaj. Faktikisht pika e parë janë familja, mbështetësit mi kryesor janë familja jame, bashkëshorti dhe vajzat e mia, që më kanë ndihmuar dhe janë shtysa jame për këtë punë që unë bëj sot. Më ndihmojnë në çdo hap, në çdo punë, në çdo aktivitet. Vajzat me mendimet e tyre, po ashtu, pse se domethënë koha ecën përpara, evolon edhe mendimet e fëmijëve është një kënaqësi kur i ndigjon. Edhe mund të them që unë jam këtu me ndihmësen e shumë familjarëve të mi, familjes teme, vajzave, prindve, çdo gjë që mikeve të mia që kanë gjithmonë shtys në punën time. Keni patur ndonjëherë ndonjë mëdyshje kur diçka nuk ka ecur për momentin ashtu siç e keni menduar dhe keni thënë më mirë po e lë këtë punë? Po, mund të them këtë që në punë ka dhe çaste ndoshta dobësie, çaste që nihesh, nuk arrita ta mbaroj edhe këtë ose atë, po ndoshta për momentin jo se e kam largu, po mund ta kem lanë për momentin, kam thënë do pushoj për pak, edhe do mendoj. Kam menu, e kam rikap në dorë, kam punu, kam ecë përpara. Asnjëherë nuk e kam lanë mrapa. Kjo është diçka e bukur. Ndërkohë, patjetër që përditshmëria të jep shumë çka në aktivitetin tënd, në personalitetin tënd, të mbush me frymëzim, të vën para sfidash të reja, të bën që të kapërcesh një pengesë për të hedhur një hap tjetër. Si mendon, çfarë duhet ke një stacion tjetër përpara në vazhdimsinë e punës suaj? Atëherë, pikë parit që është ajo që unë kisha ëndër edhe realizova është mbarvajtja sa më e mirë edhe me hapa sa më të fuqishëm për Euromod School, që unë e bëj me shumë kënaqësi. Kjo është një shkollë ndërkombëtare që ka hapur filialin e saj. Është një shkollë italiane, Akademi e Shkollës së Lartë në Itali, që është e krijuar që në vitin 39, edhe ka filialet e veta në gjithë botën, gjithashtu edhe në Shqipëri. Një filial është në Lezhë, edhe është hapur edhe një në Shkodër këtë vit. Edhe mund të them që kjo është mbarvajtja e kësaj shkolle për mua është pika e parë, edhe ecja në punën time aty ku drejtoj, që unë kam një kënaqësi të veçantë se kam një grup njerëzish të mrekullueshëm,
që i punojmë edhe ecim, edhe mund të them bëjmë një qepim aty kasko për motorat, është një punë e veçantë për Shkodrën. Dhe më thanë 2 linja janë në qytetin e Shkodrës që merren me këtë punë, edhe mund të them është një kënaqësi, se janë ndoshta vajza që kanë filluar nga hiçi, edhe sot janë profesioniste, edhe dita jeme është plotësisht e mushun, me shumë aktivitet, me shumë punë, si me ndërmarrje, si me agjenden, si me ateljen, si me shkollën. Po këto vajza që ju i keni në punën e përditshme, kanë hedhur vështrimin pak tek Euro Model School? Po, pse se unë edhe në vajzat që kam të puna e përditshme, kam vajza që unë i mësoj në anën e rrobaqepsisë, si me prej, si me qep, ndoshta jo vajzat krejtëreja, po edhe nana, edhe zonja, bukur, po, natyrisht. që kanë kënaqësi, që kanë dëshirë për në fushën e modës. Sa bukur Zyli. Në fakt unë nuk naqa besoj se shpreh edhe mendimin e dëgjuesve, kur sheh një grua në aktivitet të plot me të gjitha mundësitë që koha, por edhe vetvetja jep. Ambienti ku ajo jeton dhe mendimi që ka gjithmonë për ta zhvilluar, jo thjesht vetveten, por të gjitha pasionet që i kanë lindur me kohë dhe ditët i adhurojnë me mundin dhe djersën e përditshme. Dëshiroja që këtë aktivitet, këtë energji, këtë pasion, këtë marrëdhënie njerëzore në radhë të parë, ta mbash kështu të bukur, të freskë, aktive, jetëdhënëse tek vetja dhe tek të gjithë njerëzit që i ke rreth. Të uroj mbarësi gjithmonë Zyli. Shëndet e jetë në radhë të parë, por edhe çdo gjë të bukur tek puna jote e përditshme. Edhe unë ju falenderoj nga zemra, ju dhe gjithë stafin tuaj. Gjej momentin të përshëndes masi jam në një transmetim direkt në Radio Shkodra. Punojëset e mia, grupin tem shoqëror, familjen teme dhe të gjithë ata që më njohin, që i dua edhe më duan. Edhe një sekret në fund, e ftuara ime sot është nga një informacion pikërisht nga njëra nga punojëset që ti ke aty. Ajo më bëri të ditur me personin tuaj dhe unë zbulova vërtet një grua të veçantë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit. Faleminderit.